Qarkullimi u ndal e stacioni autobusëve u boshatis. Dyshimet për një mjet shpërthyes vu në lëvizje policinë e Kosovës mbrëmjen e 22 qershorit në Prishtinë. Pas kontrollit e hetimeve në terren, alarmi rezultoi i rrem, duke bërë që pas 2 orësh situata t'i kthehej normalitetit. Megjithse kjo nuk është hera e parë që një informacion i tillë shkakton panik dhe bllokon funksionimin e një prej pikave më të frekuentuara të kryeqytetit. Para 3 vitesh ka qenë më e shprehur, pse ka ndodhur nuk e di, është me siguri sepse është vend shumë i frekuentuar, është qendër e qytetit. Përndryshe siç e thash edhe në pjesën e parë, shumë e vështirëson qarkullimin se gjithçka duhet të ndalet, rendet e udhëtimit janë të caktuara në çdo 20 minuta. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit në stacionin e autobusëve në Prishtinë thotë se rastet e tilla mund të krijojnë pasiguri te qytetarët, megjithse s'ka vend për panik. Po e thon policia, po e demonton çdo mendim të tillë. Stacioni është vend shumë i sigurt, i frekuentuar, policia është gjithkohën këtu, i kemi edhe sigurimin tonë, kështu që nuk ka asnjë vend për brengosje. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se autorët e këtyre alarmeve të rrajshme nuk janë të pakapshëm. Nuk mundesh sot me ble numër të telefonit pa identitet. Domethënë kjo është vetëm një hap shumë pozitiv që është bëu mamati. E dyta, për me pas, domethënë 100% mbulueshmëri, atëherë e vetmja mënyrë është vendosja e një data center ose një qendër danave ku çdo komunikim që ndodh brenda shtetit ajo ruhet për një periudhë të caktuar kohore. Lajmërimi apo kallëzimi i rrem është vepër penale dhe sipas nenit 382 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kushdo që bën lajmërim të rrem të personi zyrtar dënohet me gjobë ose me burgim nga 3 muaj deri në 3 vjet. Policia e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e televizionit rreth veprave të tilla penale dhe hetimet të tyre, përfshirë në rastet edhe nga e kaluara tek stacioni autobusëve.